Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do të vjojmë flasim për zhvillimet kryesore, sigurisht hap pas hapi ne do të përcjellim edhe çfarë po ndodh në kampin opozitar, sa i përket procesit të negociatave për të përzgjedhur kandidatin apo kandidaten me cilin do të hynë në garë për Bashkinë e Tiranës, përballë Ogerta Manastirliut të përcaktuar tashmë nga Partia Socialiste. Ndërkohë do të kalojmë edhe në zhvillime të tjera, në fakt në vëmendje është këto 24 orë edhe çfarë qëndrimi do të mbajë presidenti Begaj. Por ka pasur një reagim të fundit të kryebashkiaku të shkarkuar Erion Velia i arrestuar prej më se 7 muajsh, unë do ta përcjell në mënyrë të shkurtër. Reagimi i ditës së sotme në fakt vjen pas disa ditë heshtje. 2 ditë më parë avokatët e tij mbrojtës u drejtuan gjykatës kushtetuese duke e cilësuar si të paligjshëm dhe jo në përputhje me kushtetutën vendimin e marrë nga Këshilli i Ministrave për shkarkimin e Veliajt. Ndërkohë përmes një postimi në Facebook, Veliaj ka bërë një reagim të gjatë, pra lajmëron se ky është rrëfimi i tij i parë nga një seri rrëfimesh që do të vinë në ditët në vijim. Ka targetuar shumë persona që sipas tij kanë kontribuar në atë që e cilëson si kurth të ngritur ndaj tij me apo pa dashje. Mirë, Begaj ka 24 orë kohë bekim për të dekretuar ose jo datën e zgjedhjeve të parakoshme. Nëse në 5 bashkitë e tjera të cilat shkojnë në zgjedhje të parakoshme nuk ka problematika, vëmendja është tek Bashkia e Tiranës për shkak se tashmë çështja ankesa apo kërkesa e avokatëve mbrojtës së Veliajt ka mbritur dhe është regjistruar e për më tepër është caktuar dhe relatorja e çështjes. Çfarë pritet të ndodhë me Begajn? Sot ka pritur në një takim në presidencë dhe të ngarkuarën me punë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Van Horn. A ka qenë kjo çështje në diskutim, qëllimi i këtij takimi sot? Në fakt nëse i referohemi që të dyja si presidenca ashtu dhe ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës nuk kanë patur reagime apo qëndrime zyrtare përsa i përket këtij takimi, i cili vlen të theksohet që ka zgjatur, ka qenë një takim ndryshe nga herët e tjera apo takime të rutinë që jemi mësuar të shohim kur përfaqësuesit të trupës diplomatike si ato të SBA-s apo të trupave të tjera të BE-s me presidentin zgjasin disi më pak rreth le të themi 30 minuta apo maksimumi 1 orë, por këtë herë ka zgjatur më shumë. Mund të ketë qenë dhe pritet të pak në le të themi të ketë qenë pikërisht pjesë e diskutimeve edhe pikërisht kjo çështje që është tashmë në gjykatën kushtetuese dhe sipas nenit 115 të kushtetutës do duhet që të pezullohet automatikisht kësaj edhe firma e kryeministrit Rama për shkarkimin e zotit Veliaj deri në një vendim apo në një qëndrim zyrtar të gjykatës kushtetuese. Jo, vendim. Ndonë se unë nuk jam konstitucionalist, mendoj që kushtetuta apo gjykata kushtetuese është ajo që është mbi çdo kënd dhe do duhet që të pritet verdikti final i kushtetueses për të vijuar më tej me caktimin e datës. Pra aq kohë sa të paktën për 5 bashki është caktuar, le të themi, apo është shpallur vakanca, zoti Begaj do të duhet edhe këtu të respektojë afatet, pra që i ka 48 orë pas njoftimit të vakancës për të shpallur datën e zgjedhjeve që do të jetë jo më pak se 30 ditë nga njoftimi i vakancës dhe jo më shumë se 45, kësaj paktën për 5 bashkit. Mendoj që zoti Begaj brenda këtyre 24 orëve do të duhet të ketë një datë për to, por që nëse i referohemi parashikimeve kushtetuese, të paktën për sa i përket çështjes së Bashkisë së Tiranës dhe çështjes Veliaj, do duhet të pritet vendimi i gjykatës kushtetuese, çka mendoj që do të ketë edhe një lloj shtyrje të vendimit, por që nëse gjykata kushtetuese ka dhënë edhe prova që mund të marrë vendime edhe të shpejta, pra të nxituara për shkak të rëndësisë së çështjes, mund të ketë sërish pavarësisht se mund të jepet le të themi në 2 apo 3 ditë më vonë vendimi apo të caktohet data, të jetë e njëjta datë me 5 bashkitë e tjera. Avokat, si mendoni? Çfarë qëndrimi do të mbajë presidenti Begaj? Shiko, çështja e dekretimit është një çështje sidomos për Bashkinë e Tiranës, flasim sepse atë diskutojmë, 5 të tjerat. 5 të tjerat pothuajse automatikisht shkojnë në zgjedhjet parakoshme dhe nuk është problem mund t'i dekretoj sot besoj zgjedhjet e pjeshme në bashkitë që përmendem, por unë besoj që interpretimi më i madh nga juristët ose këshilltarët juridik të presidentit do merren më shumë me interpretimin për sa i përket çështjes së Erion Veliaj zgjedhjet parakoshme në Bashkinë e Tiranës. Shiko, nëse ne shkojmë në ankimin të neni 115, shkarkimi është bërë, pra vendimi i Këshillit të Ministrave është i bazuar në nenin 100 të Kushtetutës. Nuk është përmendur fare neni 115 i Kushtetutës, por neni 100 dhe neni 62 i ligjit 139 2 viti 2015 për pushtetin lokal. Tani, pyetja që është shtruar gjithmonë është kjo. Në rast të shkarkimit të Erion Veliajt, supozojmë i shkarkuar, dhe nesër fiton pafajësinë, çfarë ndodh? Ka qenë një prej pyetjeve që na ka munduar gjithëve.
Dhe unë besoj që nëse Erion Velia shkarkohet, do shkarkohet dhe nga gjykata kushtetuese. Se mund të shkarkohet nga gjykata pra ankimin e rrezon. Dhe gjykata kushtetuese lën vend fuqi vendimin e Këshillit të Ministrave. E supozojmë se Erion Velia i merr pafajësinë. Sepse këto nuk i ka parashikuar ligjvendësi. Atëherë çfarë ndodh? Nuk ndodh asgjë. Erion Velia i merr dëmshpërblimin si kryetar bashkie të rrogën që ka pasur të marrë kryetar bashkie. Dhe se ka pa... Po diskutojmë këtë fazë, avokat. Nuk po diskutojmë për një vendim të formës të prerë kur ta marrë gjykata. Jemi në kushtet kur shkarkimi i bërë nga Këshilli i Ministrave pretendohet nga avokatët e Veliajt se është jo në përputhje, është në shkelje të kushtetutës. Sot Begaj do duhet të pres kushtetuesen të flas apo do ta dekretoj? Ky është diskutimi në këto 24 orë. Për mendimin tim duhet ta dekretoj. Dhe nëse kushtetuesja disa ditë më vonë vendos të kundërtën, çfarë ndodh? Garanci, dekreti i presidentit do shkojë prapë tek gjykata kushtetuese, nëse. Por unë po them që në kushtet të cilat jemi, presidenti Republikës duhet të dekretoj dhe pastaj parlamenti të mblidhet të rregullojë pjesën që i takon në bazë të ligjit për emrimin e shkarkimit të pushtetit të kryetarit të pushtetit vendor në çdo rast tjetër që është. Sepse presidenti i Republikës nuk mund të mbledh parlamentin, nuk mund të bëjë thirrje parlamentit, mbledhin ndryshoni ligjin ose konstitutën në këtë moment. Për ju Begaj mund ta dekretoj këto 24 orë. Avokat Hasani, janë ndarë juristët në Shqipëri në fakt, ndonjëherë edhe sipas bindjeve të tyre politike. Ju si mendoni, nisur nga njohurit, aq sa i njihni edhe dispozitat, por edhe parashikimet kushtetuese në Shqipëri? Begaj mund ta dekretoj apo duhet të pres gjykatën kushtetuese të marrë një vendim? Po disi nga sensi i përgjithshëm i njeriu që shkon nga larg politikën e Shqipërisë. Presidenti nuk është individ, është institucion kushtetues, dhe duke qenë se është institucion kushtetues, është pjesë e ligjeve dhe dispozitave kushtetuese në Shqipëri. Dhe në qoftë se një institucion, siç është Bashkia e Tiranës, kryetari i Bashkisë së Tiranës ka bërë një padi në gjykatën kushtetuese pas shkarkimit nga kryeministri i Shqipërisë, atëherë presidenti nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të presë vendimin e gjykatës kushtetuese, institucionit më të lartë kushtetues gjyqësor në Shqipëri për të vendosur nëse shkarkimi i kryetarit të Bashkisë ka qenë i lishëm apo jo. Nëse gjykata kushtetuese do të veprojë në mënyrë të përshpejtuar për të shpallur këtë vendim, mbetet për të parë se si operon gjykata kushtetuese në Shqipëri, por unë i qëndroj fort vendimin që presidenti Begaj nuk ka mundësi dekretimi të datës së zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës, përderisa gjykata kushtetuese ka pranuar ankimimin e zotit Veliaj dhe duhet në mënyrë kushtetuese kjo gjykatë të shprehet nëse vendimi i kryeministit të Shqipërisë është i vlefshëm apo jo. Përndryshe, vendimi i presidentit të Shqipërisë nuk do të kishte vlerë kushtetuese nëse gjykata hedh poshtë vendimin e kryeministit dhe vendimi i presidentit ishte nul. Mbetet për të parë, këto 24 orë do të jenë vendimtare, Bekim, ndoshta më vonë do të mësojmë edhe nëse ngarkuara me punë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pikërisht në ambasadën në Tiranë, e ka pasur në fokus të diskutimit këtë çështje. Ndërkohë, do të kaloj në një tjetër zhvillim, ka shkaktuar shumë debate që në momentin që e propozoi dhe e prezantoi kryeministri Rama ministren virtuale, diella është shfaqur sot në fakt për publikun pikërisht në ditën e parë të ndërgjegjësimit të muajit për kancerin e gjirit. Përmes një fjalimi të shkurtër, diella ka dhënë edhe mesazhin sensibilizues, por ajo që tërheq vëmendjen e publikut në këtë rast ishte në fakt edhe dora e ministres virtuale me 6 gishtërin. Shpresojmë të paktën ashtu siç është, le të themi, zgjedhur siç po e ndjekim edhe në pamje në këtë momente. Siç pretendohet që është krijuar nga inteligjenca artificiale për të kontrolluar prokurimet publike, të mos na bëjë ato me shtesa. Pra le t'i kontrolloj si që duhet, por kjo larg le themi shakave apo batutave vlen theksohet që janë gabimet që ndodhin nga ana teknologjike dhe shpresojmë nga ana tjetër po ashtu që grafisti të mos jetë pushuar, sepse është gabimi një grafisti ajo, se po të shohësh personazhe që le themi personifikon. Gabim apo mund të jenë edhe të qëllimshme për të shfokusuar vëmendjen nga çështjet e tjera më të rëndësishme, Bekim? Nuk besoj që janë, çfarë s'ndodh, sepse puna e PR-it në qeveri dhe jo vetëm është puna kryesore,
por që mendoj që është një gabim teknik, se po të shohësh, po të shihet me vëmendje, ajo është një gabim teknik në gjatë momentit që mund të kenë bërë edhe photoshopimin e ministres. Se duket që ka një gabon programuesi, po djela si po funksionon, avokat? Shiko. Si po operon me detyrën e re? Besoj që virtualiteti ngel virtualitet. Dhe ne nuk kemi pse të harxojmë shumë kohë me diellin. Për mua diella është një kompjuter i cili në mënyrë automatike kontrollon veprimet e administratës, në këtë rast edhe të prokurimit publike. Pra nuk ka lidhje as me çështjen e ministres, as me një çështje me jetë njerëzore ose në jetën tonë të përditshme, por unë besoj që diella është një programuese e cila është vënë aty për ndaluar korrupsionin në organet qeverisës, qoftë qendrore, qoftë lokale, për të ndaluar hemorragjinë e fondeve të cilat tashmë ne e dim që rrjedhin lumë në xhepat e personave të korruptuar. Besoj që kjo do jetë një filter i nevojshëm. Rezultatet do i shohim, besoj, mbas disa muajsh, sepse rezultatet nuk do i shohim tani, po besoj deri nga viti i ri, pra në vitin 2026, besoj do shohim rezultatet që do japin kjo programuese e mbikëqyrtur diella nga ana e Zotit Rama, dhe besoj që në bazë rezultate pastaj ne mund gjykojmë më vonë se çfarë rezultatesh konkrete ka dhënë kjo ministrën thojza programuese inteligjenca artificiale, si duhet t'jave me emrin diella, që është edhe një emër që na përket edhe zonës tonë, dhe ne kemi si nder se Rama e ka zgjedhur nga një zonë katolike veriore, domethënë edhe ne na ka ngrënë vetëm një këtë ministër tjetër nuk kemi. Po ndoshta do të ndryshoj pas sa muajsh. Avokat Hasani, si e keni përcjell ministren virtuale të shqiptarëve? Këtë zhvillim që Rama e lançoi bujshëm, në fakt bëri edhe xhiron, duhet thënë, në media prestigjioze. Diella është bërë më e njohur jo vetëm në Shqipëri, por edhe kam nëzitë edhe në Britani, mbas njoftimit të kryeministit Rama për emrimin e ministres të inteligjencës artificiale, ka qenë giganti britanik BBC, i cili ka transmetuar si një lajm kryesor edhe në radio dhe në televizion, si një ku Shqipëria bëhet i pari shtet që emëron një ministre të inteligjencës artificiale. Po ashtu ka qenë edhe televizioni kryesor në Britani, Sky News, i cili i ka dedikuar disa edicione të veçanta lajmesh diellës dhe padyshim vendimit të kryeministit të Shqipërisë. Po mirë, si është trajtuar? E kanë marrë si një zhvillim të rëndësishëm apo ka pasur edhe nota ironie për mënyrën se si është përcjell tek audienca atje? Në mënyrën se si është prezantuar publikut në Britani është që Shqipëria është i pari vend që emëron një ministre të inteligjencës artificiale, pra efektivisht një robot, si ministre, dhe e kanë thënë që është një lajm absolutisht i rëndësishëm për inteligjencën artificiale, dhe kanë thënë që Shqipëria po bën përpjekje për të luftuar korrupsionin, dhe në këtë kontekst kryeministi i Shqipërisë ka gjetur një mënyrë origjinale për të luftuar korrupsionin në tendrat publik, duke emëruar një kompjuter që nuk do të bëjë gabime në alokimin e fondeve të qeverisë, në përpjekje që Shqipëria të afrohet Bashkimit Evropian dhe eventualisht të antarësohet nga viti 2030 në BE. E qartë, me që e kanë marrë me vlerësim, ndoshta na e ndjekin si model më pas. Mos harrojmë, ministra që ne përmendim është pothuajse që mbulohet nga kryeministri, pra nuk është edhe pothuajse një ministër veçantë siç është ministri veçantë. Jo pothuajse, po. Interpretimi juridik është kryeministri. Edhe dekretimit, po, është një programues e cila do jetë në varësi direkt të Zotit Rama. Pra, edhe atë ditë kur e ka marrë dekretimin, e ka marrë Rama vetë si kryeministër. Po, sigurisht.